Të gjithë banorët rinin ngjitur me njëri tjetrin në hapësirën e përbashkët, secili i zënë me biseda të vogla, shikime të shpërndara dhe gjeste të zakonshme të përditshmërisë. Afërsia mes tyre ishte bërë diçka normale, pothuajse e padukshme, sepse kishin kaluar shumë kohë bashkë dhe ishin mësuar me praninë e njëri tjetrit. Zhurma e lehtë të qeshurave dhe e bisedave krijonte një ndjesi familjare. Në atë moment, vëmendja e tyre u tërhoq nga Dolce, e cila po hante bananën me shumë kënaqësi dhe pa asnjë lloj kompleksi. Ajo dukej krejt e qetë, e përqendruar te ushqimi dhe te biseda që po bënte njëkohësisht, sikur asgjë rreth saj të mos kishte ndonjë rëndësi të veçantë. Pikërisht kjo natyrshmëri e saj e bëri situatën paksa komike për të tjerët. Sapo banorët e vunë re skenën, filluan të qeshnin. Nuk ishte një e qeshur tallse, por më shumë një reagim spontan, si ato të qeshura që lindin nga momentet e papritura dhe të thjeshta. Disa shkëmbyen shikime mes tyre, të tjerë tundën kokën duke buzëqeshur, ndërsa dikush bëri edhe ndonjë koment të lehtë për të shtuar humorin. Dolce, kur e kuptoi se ishte bërë qendra e vëmendjes, ngriti supet dhe qeshi edhe ajo. Nuk u ndje në siklet, përkundrazi, e pranoi situatën me sportivitet. Kjo e bëri atmosferën edhe më të çliret, sepse të gjithë e panë që nuk kishte asgjë për t'u marrë seriozisht. Ishte thjesht një moment i vogël, i zakonshëm, që u kthye në një kujtim të këndshëm. Në fund, banorët vazhduan bisedat e tyre, por me një humor më të mirë se më parë. Të qeshurat e përbashkëta i afruan edhe më shumë, duke treguar se shpeshherë janë pikërisht këto çaste të vogla, pa rëndësi në pamje të parë, që krijojnë lidhje dhe e bëjnë bashkëjetesën më të lehtë dhe më të ngrohtë. Episodi mes Elionës dhe Claudit ishte një nga ato momente ku maskat bien dhe fjalët nxjerrin në pah më shumë se sa njerëzit do të donin të pranonin. Akuzat e drejtë për drejta, më ke manipuluar, ti je një gënjeshtar, ti je skuth, nuk janë fjalë që thuhen lehtë dhe as pa një ngarkesë të madhe emocionale pas tyre. Janë fjalë që synojnë të godasin karakterin, jo vetëm sjelljen, dhe që e kthejnë një debat në sulm personal. Eliona nuk foli thjesht nga nervat e momentit. Fjalët e saj treguan zhgënjim, pasiguri dhe një nevojë për të dalë mbi situatën duke e ulur tjetrin. Akuzat për manipulim janë ndër më të rëndat që mund t'i bëhen dikujt, sepse nënkuptojnë lojë mendore, qëllim të fshehtë dhe mungesë ndershmërie. Por kur këto akuza hidhen pa reflektim dhe pa përgjegjësi, ato flasin po aq për gjendjen emocionale të atij që i thot, sa për atë që i merr. Ajo që e bëri këtë episod edhe më të rënd ishte fakti se Benita dukej se e shijonte mënyrën se si Eliona i fliste Claudit. Kënaqësia e fshehur, heshtja që miraton, buzëqeshja që nuk flet por thot shumë. Nuk ishte thjesht solidaritet femëror apo mbështetje morale, ishte diçka më personale. Një pëlqim i qartë për Claudin që e bënte situatën edhe më të ndërlikuar dhe më të sinqert në mënyrën e vet të hidhur, kur dikujt i bëhet qefi që një tjetër sulmohet. Kjo nuk ka lidhje me drejtësinë, por me interesin personal. Dhe pikërisht këtu humbet balanca e debatit. Sepse nuk kemi më të bëjmë me të vërtetën apo sqarimin, por me xhelozi, rivalitet dhe dëshirë për vëmendje. Claudi nuk ishte më një njeri në debat, por një objekt rreth të cilit rrotulloheshin tensione, pëlqime të fshehura dhe inate të pashprehura. Në këtë episod, askush nuk doli realisht fitues. Fjalët e rënda lanë gjurmë, akuzat krijuan çarje dhe qëndrimet zbuluan motive që deri atëherë ishin fshehur pas sjelljeve të përmbajtura. Manipulimi, gënjeshtra, kooperacia, këto janë etiketime që, kur hidhen pa maturi, kthehen në pasqyrë për atë që i përdor. Ky moment. Fjalët që Alba ja drejtoi Benitës nuk ishin të rastësishme dhe as të thëna në vap momenti pa domethënie. Kush je ti që i përzihesh Elionës në debat me Claudin? A ja ke prerë kërthizën Claudit? Ti rri, ulu, mbaj vendin tënd. Këto fjalë tregojnë qartë një përplasje jo vetëm mendimesh, por edhe kufish që janë shkelur prej kohësh. Kur një debat nuk të përket drejt për drejt dhe megjithatë zgjedh të futesh, duhet të jesh gati të mbash përgjegjësi për fjalët dhe pozicionin që merr. Alba nuk foli për të ofenduar pa arsye, por për të vendosur një vijë të qartë. Askush nuk ka të drejtë të flasë në emër të dikujt tjetër, sikur ai të mos kishte zë, mendim apo aftësi për të mbrojtur veten. Pyetja a ja ke prerë kërthizën Claudit? Nuk është thjesht provokim, është një mënyrë e drejtë për drejtë për të thënë se Claudi është i rritur, i pavarur dhe nuk ka nevojë për mbrojtës të vetë shpallur. Mbaj vendin tënd nuk do të thotë për ulje, por respekt për hapësirën dhe rolin e secilit. Në një shtëpi ku tensionet janë të larta, ndërhyrjet e panevojshme vetëm sa i hedhin benzinë zjarrit.
Kur përzihesh në debate që nuk janë të tuat, rrezikon të bëhesh pjesë e problemit, jo e zgjidhjes. Alba foli ashpër sepse durimi kishte arritur kufirin. Sepse nuk mund të kërkosh qetësi duke krijuar kaos. Nuk mund të flasësh për drejtësi duke u futur aty ku nuk të takon. Respekti nuk është vetëm mënyra si flet, por edhe kur zgjedh të heshtësh. Ky debat nxori në pa diçka shumë të rëndësishme. Jo çdo mendim duhet thënë dhe jo çdo situatë kërkon ndërhyrje. Ndonjëherë maturia është të rish mënjan, të dëgjosh dhe të mos marrësh role që nuk janë të tuat. Sepse kur kufit nuk respektohen, konfliktet bëhen personale dhe fjalët lënë pasoja që nuk harrohen lehtë. Në fund, kjo nuk është thjesht një përplasje mes emrash, por një pasqyrë e asaj që ndodh kur respekti mungon dhe kur secili harron vendin e vet dhe pa respekt, asnjë debat nuk mund të quhet i drejtë. Sado argumente të ketë. Fjalët kanë peshë, sidomos kur thuhen pa menduar dhe kur dalin nga goja e dikujt që e di shumë mirë sa mund të lëndojnë. Dolce si një manekine, je në shtëpi dhe nuk dëgjohesh fare, ke për të dalë pas 2 javësh, je hije në shtëpi, je në gjumë gjithë kohën. Këto nuk janë thjesht komente të rastësishme. Janë etiketime, janë përpjekje për ta zvogëluar dikë, për t'ia zbejur vlerën dhe për ta bërë të ndihet i padukshëm. T'ia thuash këto fjalë labinotit nuk është kritikë konstruktive, është nënvlerësim. Nuk është sinqeritet, është arrogancë e mbështjellë me ironi. Sepse nuk matet prania e një njeriu me zhurmën që bën. As vlera e tij me sa shpesh flet. Ka njerëz që kontribuojnë në heshtje, që vëzhgojnë, që ruajnë qetësinë dhe që nuk kanë nevojë të bëjnë spektakël për t'u ndier të rëndësishëm. Të thuash ke për të dalë pas 2 javësh është si t'i vendosësh dikujt një afat, sikur fati i tij të ishte në duart e tua. Kjo tregon një mendësi ku dikush mendon se ka të drejtë të gjykojë, të parashikojë dhe të ulë tjetrin për t'u ndier vetë më lart. Por realiteti nuk funksionon kështu. Askush nuk është hije, askush nuk është i padukshëm, përveç në sytë e atyre që zgjedhin të mos shohin. Je në gjumë gjithë kohën nuk do të thotë se dikush është pasiv. Ndonjëherë do të thotë se po duron, po vëzhgon, po ruan energjinë për momentin e duhur. Heshtja nuk është mungesë karakteri, është shpesh formë force. Dhe ata që e ngatërojnë qetësinë me dobësinë, zakonisht gabojnë rënd. Këto fjalë nuk e përkufizojnë labinotin. Ato flasin më shumë për atë që i thot, se sa për atë që i dëgjon. Sepse njeriu që ndihet i sigurt në vete nuk ka nevojë ta ulë tjetrin. Nuk ka nevojë të etiketoj, të tallë apo të parashikojë rënien e dikujt tjetër. Respekti nuk matet me ironi, as me fjalë të forta. Matet me mënyrën si i drejtohesh dikujt, sidomos kur ke përballë dikë që nuk reagon, nuk bërtet dhe nuk provokon. Dhe ndonjëherë, pikërisht ata që duken të heshtur dhe në hije, janë ata që lënë. Episodi mes Elionës dhe Klodit ishte një nga ato momente ku maskat bien dhe fjalët nxjerrin në pah më shumë se sa njerëzit do të donin të pranonin. Akuzat e drejt për drejta, më ke manipuluar, ti je një gënjeshtar, ti je skudh, nuk janë fjalë që thuhen lehtë dhe as pa një ngarkesë të madhe emocionale pas tyre. Janë fjalë që synojnë të godasin karakterin, jo vetëm sjelljen, dhe që e kthejnë një debat në sulm personal. Eliona nuk foli thjesht nga nervat e momentit. Fjalët e saj treguan zhgënjim, pasiguri dhe një nevojë për të dalë mbi situatën duke e ulur tjetrin. Akuzat për manipulim janë ndër më të rëndat që mund t'i bëhen dikujt. Sepse nënkuptojnë lojë mendore, qëllim të fshehtë dhe mungesë ndershmërie. Por kur këto akuza hidhen pa reflektim dhe pa përgjegjësi, ato flasin po aq për gjendjen emocionale të atij që i thot, sa për atë që i merr. Ajo që e bëri këtë episod edhe më të rënd ishte fakti se Benita dukej se e shijonte mënyrën se si Eliona i fliste Klodit. Kënaqësia e fshehur, heshtja që miraton, buzëqeshja që nuk flet por thot shumë. Nuk ishte thjesht solidaritet femëror apo mbështetje morale, ishte diçka më personale. Një pëlqim i qartë për Klodin që e bënte situatën edhe më të ndërlikuar dhe më të sinqert në mënyrën e vet të hidhur, kur dikujt i bëhet qefi që një tjetër sulmohet. Kjo nuk ka lidhje me drejtësinë, por me interesin personal. Dhe pikërisht këtu humbet balanca e debatit. Sepse nuk kemi më të bëjmë me të vërtetën apo sqarimin, por me xhelozi, rivalitet dhe dëshirë për vëmendje. Klodi nuk ishte më një njeri në debat, por një objekt rreth të cilit rrotulloheshin tensione, pëlqime të fshehura dhe inate të pashprehura. Në këtë episod, askush nuk doli realisht fitues. Fjalët e rënda lanë gjurmë, akuzat krijuan çarje dhe qëndrimet zbuluan motive që deri atëherë ishin fshehur pas sjelljeve të përmbajtura.
Manipulimi, gënjeshtra, kooperacia, këto janë etiketime që, kur hidhen pa maturi, kthehen në pasqyrë për atë që i përdor. Ky moment. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku tensioni, shakat dhe provokimet ndërthuren çdo minutë, një tjetër moment i çuditshëm dhe lozonjar tërhoqi vëmendjen e banorëve dhe kamerave. Lëndrimi, gjithmonë i gatshëm për të ndezur situata dhe për ta shtyrë lojën drejt reagimeve spontane, ju drejtua Klodit me një ton shakaje, puth Benitën. Fjala u hodh në ajër si provokim, jo si urdhër, por mjaftoi për të krijuar reagime të menjëhershme. Klodi, duke mos dashur ta marrë seriozisht situatën dhe duke e kthyer gjithçka në humor, ju përgjigj me ironi dhe fjalë provokuese, duke e çuar bisedën drejt shakave të tepruara, pas synim real për ta bërë situatën të vërtetë. Ishte më shumë një reagim impulsiv, një mënyrë për të treguar se nuk po e merrte lojën e lëndrimit seriozisht. Ndërkohë, Benita ndodhej mes Tonit dhe Klodit, e lidhur me ta përmes një trikoje të përbashkët. Një situatë që në vetvete krijonte afërsi fizike të detyruar, por jo domosdoshmërisht emocionale. Ajo qeshte, por edhe mundohej ta mbante situatën nën kontroll, duke e ditur se çdo gjest i vogël në atë shtëpi merr kuptim të madh jashtë saj. Toni, i cili ishte pjesë e kësaj trikoje të përbashkët, e shikonte gjithë skenën me buzëqeshje dhe qetësi, pa u përfshirë drejt për drejt në provokime. Prania e tij e bënte situatën edhe më të çuditshme. Sepse tregonte se kjo ishte thjesht një lojë momenti, jo diçka që kishte prapavijë serioze. Benita reagoi duke vënë kufi të qartë mes shakave dhe realitetit. Ajo e bëri të ditur, qoftë me fjalë apo me gjeste, se nuk ishte aty për të bërë pjesë e provokimeve të kota, por as nuk e prishi atmosferën. Ishte një balans mes humorit dhe dinjitetit, diçka që shpesh është e vështirë për të ruajtur në atë ambient. Kjo skenë tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova është një përzierje e çuditshme mes lojës, provokimit dhe bashkëjetesës. Shakat shtyhen deri në një pikë, reagimet janë spontane, por gjithmonë mbetet nevoja për kufi. Jo çdo fjalë ka peshë reale. Dhe jo çdo provokim. Në Big Brother Kosova, lojrat nuk janë thjesht sfida fizike apo detyra argëtuese, shpesh janë teste të durimit, besnikërisë dhe strategjisë. Një nga momentet më interesante që ndodhi ishte krijimi i një grupi të detyruar. Toni, Benita dhe Klodi u futën të tre së bashku në të njëjtin ekip për lojën me fanelle, një situatë që i vuri menjëherë përballë një dileme të madhe. Ata nuk mund të zgjidhnin ku do të shkonin veç e veç. Lojtarët ishin të detyruar të lëviznin të tre së bashku, të bashkëpunonin, të planifikonin dhe, njëkohësisht, të ishin vigjilent ndaj lojës që po zhvillohej jashtë grupit të tyre. Secili prej tyre e dinte se kjo nuk ishte thjesht një detyrë fizike. Ishte një test karakteri. Klodi, duke marrë një rol udhëheqës, e shfrytëzoi këtë moment për ta shndërruar në strategji. Për 48 orë, kemi luftë të tre, tha ai me seriozitet. Një shprehje që nuk ishte thjesht metafor, ishte një paralajmërim se çdo hap, çdo zgjedhje dhe çdo bashkëpunim do të ishte i matshëm. Ai po i bënte të qartë Tonit dhe Benitës se nuk kishte vend për gabime ose impulsivitet. Për 48 orë, ata nuk ishin thjesht tre individ që luanin lojën, ishin një forcë e bashkuar ose një grup që mund të dështonte së bashku. Toni dhe Benita e kuptuan menjëherë se sfida nuk ishte vetëm fizike. Ata duhet të ishin strategjik, të bashkëpunonin dhe të lexonin jo vetëm veprimet e njëri tjetrit, por edhe të banorëve të tjerë që i vështronin nga jashtë. Çdo përplasje, çdo mosmarrëveshje mund të ndikonte në suksesin e grupit. Në këto 48 orë, grupi u kthye në një mikrokozmos i shtëpisë, lojë, tension, aleanca dhe test i durimit. Klodi nuk ishte vetëm udhëheqës, ai po matonte reagimet e Tonit dhe Benitës, duke parë se kush është i gatshëm të bashkëpunojë dhe kush mund të krijojë probleme në çastet më të ndërlikuara. Benita, me intuitën dhe qetësinë e saj, përpiqej të balanconte situatën, duke ruajtur paqen mes Tonit dhe Klodit. Toni, nga ana tjetër, nuk e fsheu karakterin e tij konkurrues, ai ishte i. Alba e përkufizoi Klodin përmes tre elementeve kyçe, duke e parë jo thjesht si një banor të zakonshëm, por si një lojtar që vepron me kujdes, në heshtje dhe me plan afatgjallë. Për të, Klodi nuk është impulsiv, por i kalkuluar. Nuk sulmon pa arsye dhe nuk del hapur pa pasur diçka në dorë. Së pari, sipas Albës, Klodi mbledh informacione. Ai dëgjon më shumë se sa flet, vëzhgon më shumë se sa reagon. Çdo bisedë, çdo debat, çdo fjalë e thënë në nerva për të është material. Alba beson se Klodi ruan në mendje detaje që të tjerët i harrojnë, pikërisht sepse e di se një ditë mund t'i duhen. Nuk i përdor menjëherë, por i mban si kartë rezervë.
Së dyti, Alba thekson se këto informacione nuk mblidhen kot, por me qëllim që t'i ketë kundër tij në momentin e duhur. Kur situatat ndërlikohen dhe tensionet rriten, Klodi, sipas saj, është gati të nxjerrë gjithçka që ka mbledhur për ta kthyer debatin në favorin e vet. Jo domosdoshmërisht për të thënë të vërtetën e plot, por për të goditur aty ku dhem më shumë. Dhe së treti, Alba mendon se Klodi i përdor këto fakte si mbështetje për veten, për të justifikuar qëndrimet e tij kur përplaset me Dig. Kur ngatërohet në debat, ai nuk mbështetet te emocioni, por te informacioni që ka grumbulluar më herët. Kjo i jep atij siguri dhe e bën të duket i fortë. Edhe kur situata është kundër tij, për Albën, kjo mënyrë loje është e rrezikshme, sepse nuk shihet menjëherë. Klodi nuk shpërthen, nuk provokon hapur, por pret. Dhe pikërisht kjo pritje e bën më të vështirë për t'u lexuar. Ajo e sheh si një lojtar që ndërton themele në heshtje dhe i përdor kur askush nuk e pret. Ky përkufizim i Albës nuk është thjesht kritik, por paralajmërim. Ajo mundohet t'u tregojë edhe banorëve të tjerë se përballë një lojtari të tillë duhet kujdes, sepse loja e tij nuk duket sot, por nesër. Dhe kur përplasja vjen, ai është i përgatitur. Në fund, për Albën, Klodi është shembulli i lojtarit që nuk fiton me zë të lartë, por me durim. Një lojtar që nuk luan për momente.